Partia Socialiste pritet të vendosë të enjten nëse do t'i hapë rrugë kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Grupi parlamentar do të mblidhet më 26 shkurt në orën 11 në Pallatin e Brigadave, me prezencën e kryeministrit Rama. Vendimi i shumicës do të përcaktojë nëse kuvendi do të lejojë arrestimin e zëvendës kryeministres apo do të arrëzojë kërkesën e prokurorisë. Një ditë më parë, prokurorët e SPAK-ut paraqitën argumente shtesë para deputetëve, duke kërkuar masën arrest me bunk për Ballukun. SPAK-u tha se të fortët kërcënuan dëshmitarët në emër të saj. Siç thanë prokurorët e SPAK, pozita e zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, është rënduar dhe rrezikon deri në 35 vite burg. Zëra brenda PS kanë lënë të kuptohet se masa e pezullimit nga detyra shihet si e mjaftueshme për vijimin e hetimeve. Nga ana tjetër, opozita akuzon socialistët se po mbrojnë numrin 2 të qeverisë dhe po pengojnë drejtësinë. Tashmë gjithçka mbetet në dorë të votës së shumicës socialiste në seancat e ardhshme plenare. A do ta shesë Rama politikisht Ballukun përballë presionit të drejtësisë apo do ta mbrojë duke rrëzuar kërkesën e SPAK? Përgjigja pritet të jepet të enjten, në një vendim që mund të ndikojë fort klimën politike në vend.